të drejtën unë para se marr në studio këtu e poshtë një deklarat nga klubi futbollistik Llapi, i cili tha që ta njerëz që folin nuk janë zyrtar të klubit, as nuk janë kompetent me fol për klubin. Tash nëse nuk janë, atëherë nuk duhet me marr që është deklarat pikërisht e klubit futbollistik Llapi, edhe pse dim na që Amrosh Batatina është vllai. Po ka qenë. Po ka qenë ma heret, po tash për momentin nuk është. Por sido që tjetë, prap nuk për mendimin tem me dalë edhe në për Facebooka mu akuzu me këto sene, atëre ja kshalon këto sene prokuroria mi hap syt, edhe mi morën pyetje të dy personat, edhe me thonë për çka bëhet fjallë, që na mu konë ma të qartë me ditë se për çka po bëhet fjallë. Sepse tash me fillu në për Facebooka me shenu çdo kush, është tjetër sen, po këta nuk është çdo kushi, sepse si që përmendet i ka qenë ma përpara dhe sigurisht që është ofër klubit edhe i din disa gjëra. Këtu ja kanë hop vetë dyrt, vetë vetës që prokuroria mu morë me këto sene, në që se ka diçka, automatikisht duhet mi morë në pyetje dhe me këshyrë se çka qëndron e vërteta, se na si publik, për shembull, veç po mujna mi lexu këto sene, këtu janë akuza bajakit trona, në që se ti ja ke lëshu, ti ja ke shit atëhere, këtu ka dorë prokuroria e kshalon edhe mi marë në pyetje me ditë se për çka po bëhet fjallë që me informu edhe këtë opinionin publik sport dashës se për çka bëhet fjallë. Por kur pisho që tash klubi Llapit ka thonë nuk është zyrtar dhe nuk mundot